Ditën e sotme do të fokusohemi më shumë tek androlergjia se sa urologjia, duke qenë se ju i prekni të dyja fushat. Cilat janë shkaqet kryesore pse meshkujt drejtohen te një mjek androlog? Atëherë, ka shkaqe të shumta për cilit një pacient mund të jetë i drejtohet urologut. Shkaqet ku janë ato më të thjeshta, ato më të përgjithshme, le të themi që janë infeksione të aparatit urinar, që janë infeksione të testikujve, ose probleme të tjera siç mund të jetë infertiliteti, ereksioni, mungesa e dëshirës seksuale, probleme të testikujve që mund të jenë infeksione që çojnë në fryrje ose në dhimbje akute të testikujve, po ashtu në një moshë pak më të madhe fillojnë dhe problemet e prostatës. Doktoresha, ju e thatë që është shtuar shumë edhe infertiliteti mashkullor, pse është përhapur kaq në masë? Sepse neve shpeshherë jemi të mësuar me infertilitetin femëror, për mashkullor ndoshta e flasim më pak. Po atëherë, le të themi që përgjithsisht në 15% të çifteve kemi problem infertiliteti. Kështu që është një problem që është goxha i madh, le të themi, nuk është i rrallë. Dhe në problemet në çift të infertilitetit rreth 40-50% janë probleme mashkullore në infertilitet. Kështu që ne jemi mësuar gjithmonë me atë shprehje popullore që përgjithsisht problemet e infertilitetit janë tek femrat, por realisht nuk është tamam ashtu, domethënë kemi probleme të infertilitetit në një shumicë të madhe dhe tek meshkujt. Ama kemi një ndarje mes infertilitetit dhe sterilitetit, apo jo? Ai që është infertil, le të themi, nuk është steril. Atëherë, nuk është një ndarje e saktë mes së dyjave, domethënë, ai që është infertil do të thotë që ka një mundësi më të vogël për të pasur fëmijë, për të arritur, domethënë për të pasur një fertilitet që të çojë në një rezultat. Ndërsa ai që është steril, le të themi që mundësitë për të pasur një fëmijë në mënyrë natyrale janë gati baraz zero. Doktoresha, kur duhet një mashkull që të bëjë analizat e spermës? Atëherë, një mashkull duhet të bëjë analizat e spermës zakonisht, nëse flasim për infertilitetin, le të themi mbas një viti, domethënë mbas 12 muajsh që një çift ka marrëdhënie seksuale të vazhdueshme dhe në mënyrë të pambrojtur dhe është duke kërkuar fëmijë dhe ky fëmijë nuk arrin. Atëherë është e rëndësishme që të bëjmë një analizë të spermës tek mashkulli. Po ashtu, nëse partnerja është më shumë se sa 35 vjeç, zakonisht kjo periudhë shkurtohet dhe analiza e spermës bëhet brenda 6 muajsh. Në raste të tjera kur bëjmë analizën e spermave mund të jetë në probleme të testikujve, siç janë për shembull kanceri i testikujve ose probleme të ndryshme të testikujve, që shkojmë dhe kërkojmë le të themi që shkojmë dhe bëjmë analizën e spermës për të parë gjithë cilësitë e spermës. Qartë, a ndikon mosha e mashkullit në aftësinë për të pasur fëmijë? Ka një lloj ndikimi në këtë raport? Absolutisht po. Domethënë, ne gjithë e dimë që mashkulli prodhon spermë gjatë gjithë jetës. Por ai prodhimi i spermës nuk ka të njëjtin cilësi në çfarëdo lloj faze të jetës. Normalisht me kalimin e vitës cilësia e spermës mund të zvogëlohet dhe po ashtu që domethënë ul mundësinë për fertilitet, po ashtu mund të kemi edhe një fragmentim të ADN-s që mund të çojë në probleme gjenetike, domethënë nëse në një të ardhme një moshë më e madhe mund të ketë fëmijë. Doktoresha, çfarë roli luan testosteroni në organizmin mashkullor? Testosteroni në organizmin mashkullor është shumë i rëndësishëm, le të themi që është hormoni kryesor në një mashkull dhe luan një rol të rëndësishëm në totalitet. Luan një rol të rëndësishëm në dëshirën seksuale, në disfunksionin erektil, luan një rol të rëndësishëm në masën muskolare ose në shëndetin kockor, po ashtu dhe në humor. Domethënë që të kemi një energji më të mirë, përgjithsisht që të kesh një energji më të mirë, duhet të kesh një testosteron në nivel normal fiziologjik. Cilat janë shenjat nga ana tjetër që tregojnë nivel të ulët të testosteronit? Shenjat që tregojnë nivel të ulët është mungesa e dëshirës seksuale, disfunksionet të erektile, nganjëherë le të themi ai temperamenti pak më shumë depresiv, masa muskolare që është pak më e ulët, ose probleme dhimbje të ndryshme të kockave. Janë më shumë probleme biologjike apo probleme që vinë si pasojë ndoshta e stilit të jetesës që ne ndjekim, përdorimi i lëndëve narkotike, përdorimi i alkoolit, përdorimi i pijeve energjike që ndikojnë në nivelin e ulët të testosteronit? Kjo është një pyetje shumë e saktë sepse po, realisht
ulja e testosteronit ka normalisht ato fazën fiziologjike të saj, kështu që nuk mund të kemi një nivel të testosteronit të njëjtë në 20 vjeçar, ashtu siç mund ta kemi në një 50-60 vjeçar. Dhe ajo është fiziologjike që me kalimin e moshës, niveli i testosteronit në mënyrë fiziologjike fillon dhe ulet. Por ama në një moshë të re, nëse kemi problem të testosteronit, përgjithsisht ka shumë rëndësi stili jetesës. Normalisht në një person që ka një stil jetese jo të rregullt, ashtu siç mund të jetë mungesa e aktivitetit fizik, duhanpirja, alkooli, konsumimi i lëndëve narkotike ose mbipesha, mund të ndikojnë në uljen e testosteronit. A janë të rrezikshme terapitë hormonale kur merren pa një kontroll mjekësor? Terapitë hormonale janë shumë të rrezikshme kur merren pa kontrollin mjekësor, sepse mund të çojnë në një çrregullim hormonal që është më e vështirë pastaj për të arritur dhe mund të krijojnë efektin e kundërt, sepse realisht mund të shkojnë dhe të rrisin nivelin e estrogjenit nëse merren me një formë jo të kontrolluar dhe mund të çojnë probleme si në fertilitet, ashtu në disfunksionin erektil, kështu që nëse mendojmë që duke marrë testosteronin në çfarëdo mënyre kemi gjitha benefitet e testosteronit, nuk është e vërtetë. Testosteroni duhet marrë në mënyrë shumë të kontrolluar, sepse ai në momentin që ne mendojmë që kemi benefit, realisht ne shkojmë në atë efektin e kundërt, sepse kemi le të themi, organizmi ka një vetë kontroll të testosteronit që çon në një feedback në nivel të trurit edhe bën gjithë atë procesin e prodhimit të nivelit të testosteronit në një nivel të më stabil. Kështu që ai niveli duhet të jetë gjithmonë i kontrolluar dhe nuk duhet marrë pa kontrollin e një mjeku. Qartë, a ndikon stresi dhe mungesa e gjumit në shëndetin seksual? Absolutisht po. Stresi dhe mungesa e gjumit mund të ndikojnë pikë së pari në libidon, në dëshirën seksuale, po ashtu mund të ndikojnë dhe në disfunksionin erektil. Normalisht, që të kemi një jetë të shëndetshme seksuale, duhet kemi një jetë të shëndetshme ndërore. Kështu që stresi është një ndër shkaqet në të rinjt ose në çfarëdo lloj moshe që duket shkaku më banal, por realisht është një ndër shkaqet që janë më të përhapura, le të themi. E po ashtu, a ka ndikim në fertilitet mbipesha ose mungesa e aktivitetit fizik, apo janë të ndara? Absolutisht, ka ndikim. Mbipesha, siç thash më përpara, mund të ndikojë ashtu si sedentarizmi, domethënë ndenjura ulur dhe mungesa e aktivitetit fizik mund të përkeqësojnë funksionin seksual, sidomos mbipesha, sepse shkon dhe rrit nivelet e estrogjenit dhe ndikon negativisht në dëshirën seksuale dhe në disfunksionin seksual.